What's up guys, që jeni? A jeni mirë? Welcome to my YouTube video. Sot, ku me treku që do këtë paketa jam, sot ish fare day off për mu. Kena me shku sot në Prishtinë, më thonë për Prishtinës deri në Ferizaj. Objektifi është më konë mama qëllë, kena me shku të Izabela, kena me bu shooting range, kena me shku pak Prishtina Mall, tani kena me shku me shku po restoranta, me kështu sana që kam qef, edhe është me thonë pak ma chill vibe, me thonë është jeta jam, hajde me mu, let's go! Kena ba një sinjal në grup, aktualisht na plus 400, plus 500, të ujpë sa ma shpejt. Dhe me thonë, na kena sinjalit sigurt, nëse dhe me bapare është poshtë një link, ose link i mbajo hajti sa ma shpejt, dhe të regon e sinjale, plus kena kursa 100% gratis, dhe është e kam me shku me Hungerbook, dhe me thonë është 100% gratis, edhe për vete, edhe për juve. E zërën të Izabeli. Edhe jam shumë undë. Dhe thotë, nuk e di që pare katë është. 22? 21? I don't know. Nuk e di gaj, ko jam shumë unë s'kam energy. Ok guys, erdhëm tu te Gardeni, na kena të shmëshku të restoran dhe poshtë. Edhe këtë tasha muna ushim, kjo ka menu për nalt. Dhe kena orë nalt me pi një kafela pa me Hungerbook. E tashtë kena me pi, e me shku poshtë me Hungerbook, tani kena me shku pak ma largë. Guys, kena kry me Hunger ushim, kem me dë shoqa. Ke shumë nice, tashtë po shkona ti reload me gjujt pak me alti, se nashta nuk e dini, ama jam konë në ushtri në Zvicër, edhe shumë kum pas qef me gjujt me alti. Dhe me thonë, jam i mirë, jam shumë gjujtar i mirë, e kemi me pa këtë video sa i mirë jam për me gjujt. Edhe so, let's go, po shkona ti reload në Prishtina. Let's fuck it up, let's go my G. Guys, erdhëm të reload, kena me shku me gjujt pak me alti, që më tregu, jam shumë gjujtoj e mirë, jam shumë i lumtur më konknina, hajde me mu për shkën sa ma shpejt, edhe shëke jam kameramanë, me thonë, shku më konë e para herë, me gjujt me alti, me tregu pak që shdo këtë, edhe jam shumë excited, let's go guys. So guys, hymi është me pushk. Guys, kena marrë 30 gjysje me AK-47, edhe 15 gjysje me AR-15, edhe me Glock, nuk e di shok, nuk e ke Glock, e kena marrë edhe këto 15, dhe me thonë, kapak sa mujt me gjujt, edhe, ta provojna që do këtë, keme me të regu që do këtë që tashte. Një apit zvogle dire ma të madhen. Ka që kemi shku me gjujt me alti, 9 mm. Ka laj për mu. Me prita të njëra me tjetërën. Muna me bo me ma të madhen. Të që kemi bo AR-15 me 5.56. Në ushtri ku bo me Glock, AR të ashti me AK-47 se kena bo kohë. One të kishtë të thamë, bro, këmë gjujt shumë, më të thamë për mu, është normal, se shumë këmë gjujt. Dhe se mos e këmë bo shtri në Zvicër, kena bo, ne këmë bo forsa speciale, dhe për mu kanë gjithë normal me gjujt, nuk është wow. Yeah, I'm boring, I know. Yeah, të ashte me AK-47, kurs këmë gjujt me 7.62, e di se është kalibri ma i madh, me AK-47 jam shumë excited to do. Ma intense, s'ka
S'ka pas dalim të madh. Po yeah. Ke shumë nice, una me po këto këtë. Guys, e kena përfundu, ke shumë nice, nuk e di, më keni mirë atë mrena, ama ku më tregu, ku më bë forcat speciale të Zvicrës, pështaj ku më pas shumë wow, se kom shumë excited. Kam qef me gjujt, është një pi hobby që e kam, edhe inshallah kë kameramani i ka pëlqy se kanë e para herë për këto, e ku më bë pak do plana, do video për këto, ke shumë nice.